Përshëndetje, sot do t'ju tregoj një ngjarje e cila do t'ju bëj të qeshni, ose të paktën do t'ju bëj të mendoni para se të debatoni me partnerin tuaj, ose më saktësisht për juve burra para se t'ja ktheni fjalën grave tuaja. Kështu, vitin 2020, një burr nga Como e Italisë, pas një debati që pati me gruan e tij, tha dola me ecë, rul me ecë pak edhe nuk u ndal për 450 kilometra. Jo për një orë, as për një ditë, po për një javë të tërë eci zotnia. Prej Komos shkoi në qytetin Fano, ku dhe u ndal nga policia. Gruaja e tij e kishte raportuar si të humbur, që një javë nuk është ditë për fatin e tij. Policia e ndali, e gjeti, e dënoi sepse në atë kohë ishin edhe rregullat e pandemisë me 400 euro gjollë. Krejt kjo për shkak të një debati fjalosje që pati me gruan e tij. Pra, para se të debatoni me gruan tuaj, mendoni mirë kur të thoni se po dal me ecma. Ose të paktën mos dilni bre, rrini sot. Për më shumë video të tilla, subscribe ose like faqet tona të Radio Dukagjinit.